Osteoporoza është një nga sëmundjet më të heshtura, por më të rrezikshme që prej kockat. Mjekja reumatologe Neronza Jaslari na shpjegon se çfarë është osteoporoza dhe shkaktarët e saj. Është një gjendje mjekësore e cila karakterizohet nga ulja e densitetit kockor, është vetë humbja e masës kockore me rritjen e moshës, janë hormonet, sidomos tek gratë pas menopauzës. Cilat janë shenjat e para dhe si diagnostikohet? Nuk jep shenja apo ankesa të mrifillta deri në momentin që pacienti pëson një frakturë dhe janë dhimbje të cilat shoqërohen post frakturë, sidomos fraktura të kolonës dhe fraktura të regionit të legenit. Diagnostikimi bëhet nëpërmjet matjes densitetit kockor, një aparaturë DEXA. Në cilën moshë rekomandohet kontrolli i densitetit kockor? Rekomandohet në të gjitha gratë të cilat janë në menopauzë për shkak të uljes së estrogjenit, kanë një risk më të shtuar për zhvillimin e osteoporozës. Por si trajtohet? Bëhet nëpërmjet marrjes së vitaminës D3 dhe ushqimeve të cilat janë të pasura me kalcium dhe suplemente të kalciumit. Në rast se osteoporoza është shumë e thellë, atëherë mjekimi bëhet i mirëfillt me medikamente të cilat përshkruhen nga mjeku. A ndihmon ushqyerja apo aktiviteti fizik në parandalimin apo trajtimin e saj? Aktiviteti fizik dhe një dietë e pasur me kalcium para moshës 30 vjeç është shumë e rëndësishme për të parandaluar osteoporozën në moshën e tretë, për shkak se deri në moshën 30 vjeç është mosha në të cilën arrihet të ndërtohet masa maksimale kockore. Kujdesi për kockat është një investim për gjithë jetën. Parandalimi nis që në moshë të re me ushqim të shëndetshëm dhe aktivitet fizik.